Kryeministri Risjan Mickoski ka deklaruar se nëse nuk do të ketë marrëveshje në mes punëdhënësve dhe të punësuarve, paga minimale nga muaji prill do të jetë 24.400 denar. Ai thotë se lidhja e sindikatave ka ndryshuar qëndrimin e saj rreth pagës minimale. Propozimi që kam dëgjuar nga kryetari i LSM-s është i ndryshëm nga propozimi i para disa muajve kur kjo qeveri ishte e zgjedhur për qeverise. Ata nuk pritën asnjë javë, dolën me propozim për 400 euro pagë minimale. Tani kur e panë se ligjërisht do të arrijmë tek paga minimale 400 euro, kërkojmë 500 euro. Në anën tjetër, ish kryetari i lidhjes së sindikatave Zhivko Mitrevski ka thënë se propozim modeli aktual i lidhjes së sindikatave për rritjen e pagës minimale nuk është i përshtatshëm dhe i qëndrueshëm. Ai thotë se propozimi për pagën minimale prej 500 euro do të jetë i qëndrueshëm vetëm kur të gjithë partnerët social do të gjejnë një zgjidhje. Punëtorët humbin, prandaj mesazhi im ishte se Trendafilov po nxiste një luftë midis sindikatave. Një njeri vetëm nuk mund të bëjë luftë së bashku me të tjerët, nëse nuk shoqërohet nga të tjerë. Ai është i detyruar të zhvillojë bisedime, të zhvillojë negociata dhe të veprojë së bashku me sindikatat e tjera, që janë pjesë e federatave botërore dhe europiane. Nga partia në pushtet VMRO DPMNE vazhdojnë të akuzojnë kryetarin e LSDM-s Slobodan Trendafilov se punon për interesa partijake të LSDM-s. Trendafilov vazhdimisht ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se çështja e rritjes së pagës minimale është qëllimi i pastërt i të punësuarve. Lidhja e sindikatave kërkon rritje të pagës minimale në 500 euro dhe kontributet shtesë t'i paguajë qeveria, për të cilat kryeministri Mickoski disa herë ka deklaruar se buxheti nuk parasheh mjete për pagesën e tyre.